me sqarimit të Bashkimit Evropian, i cili u konturua si i tillë vetë për Bashkimin Evropian në samitin e Selanikut në 2003. Po. Në 2003 ne nënshkrua aktin e MSA-s, e cila është akti i parë, ka 5 faza për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Më të lëtë, kjo është pjesë e MSA-s dhe e nënshkroi Romana Prodi vitin 2005 për Shqipërinë, është Bashkimi Doganor, është Vizja Lire e Njerëzve, Bashkimi Doganor, tregu i përbashkët që ne synojmë të arrijmë, pastaj është Bashkimi Ekonomik, ku është Banka Qendrore dhe në fund është Bashkimi Politik që ti bëhet antar i Bashkimit Evropian. Shqipëria ka pasur vonesa të shkruara në fazat e ndërmjetme. Dhe problemi është që Rama ka besuar në mënyrë të veshur se dashuria e madhe e lidhjeve evropiane me batutat e tij do i letonte rrugën Shqipërinë. Nuk është e vërtetë. Për 11 vite rresht, Rama nuk bëri asnjë hap përpara. 2 vitet e fundit, vetë Bashkimi Evropian që nuk do që ta lë të vdes inspirimin në Ballkan për të ardhmen. Dhe në këtë aspekt u lehtësua procesi i çeljes së kapitujve. Ajo që nuk kupton Rama si është fakti që në historinë e Bashkimit Evropian, në vitin 2005, Franca me Hollandën, dy vendet themeluese të Bashkimit Evropian, rëzuan kushtetutën që synonte ta bënte Bashkimi Evropian një shtet federal. Çdo hap në integrim është dorëzim fundamental i sovranitet. Ajo që është akoma më thelbësore që në Bashkimin Evropian ka vende që janë 60.000 banorë, ka dhe vende që janë 600.000 banorë. Dhe historia e bllokimit të integrimit evropian që çërbesin për ne është rasti i Irlandës. Irlanda, një përfitues neto të ardhmave të Bashkimit Evropian, ka rrëzuar një traktatet e Bashkimit Evropian duke vënë vetën e saj. Gjithë betësia për Rumaninë dhe Bullgarinë, që pritet të ndodhet dhe për Ballkanin, është bërë në aspekt geostrategjik, jo në dashuri të madhe për ne dhe jo në një vështirë. Apo për mbushje kriteresh domosdoshmërisht. Kështu që në këtë aspekt, problemi që është krijuar me vijën e kuqe, që është dështimi i të pandëshpore, pra rrëzimi i asaj që ka sotruar dhe ka kalkuzuar politikën shqiptare, që është pjesa e politikës që mendon se ishin të pandëshkueshëm. Kjo kushtëzonte ecjen tonë integrimin evropian. I ratimi i reformës në 2 pjesë të pakur dhe reforma tjetër që është reforma me keqje bërë në Shqipëri, është në mbikëqyrje të drejtë për drejtë të gjitha vendet Bashkimit Evropian. Dhe në momentin që shikohen hapa pas, sidomos jo thjesht në faktin u dënuar ky apo ai, faktin çfarë këndvështrimi kemi për reformën. Do të marrim ne masa që ta bllokojnë fuqinë e pakur dhe të krijojmë imunitet mbrojtjes për politikanët, kjo është e papranueshme. E ta kesh këtë problem me Gjermaninë është akoma dhe më vështirë se të thash. Grecia për shkak mund të thënë do ta bllokojë Shqipërinë. Nuk e bën vetë, e bën me Kiprin. Po, sigurisht. Kipri, Grecia është pjesë e Bashkimit Evropian. E bën me një vend të vogël. Nuk ka një dashamirësi nga Gjermania që del ballë për ballë. Do thotë, jo, o do ta bëjnë reformën, ose do rindo presin. Dhe qëtërisë të presës është të mbasët. Sepse Malizi u kryua si shtetë dhe një formullë të veçantë të votimi për të ndarë nga Serbia. Jugoslavia ose Serbia, që të hetë një qëllim geostrategjik që rusët e kinezët të mos ketë akses në Mesdhe. Dhe në këtë aspekt, ata do të favorizohen se të morën një postë të madhe dhe janë nën sulë që të mos mbjetojnë si shtet. Ne kemi pasur tentativa deri në Grup shteti. Në momentin që Shqipëria vetë pengohet, jo për paqartësi, po për rregull, atëherë hapet rruga për një shtet tjetër. Dhe ju e dini shumë mirë që unë dhe mbaj mend që një nga marrëveshjet para të Turqisë së Lirë me kërkesa Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne kemi bërë në Moldavi. Për të krijuar një shpresë asaj që atëherë në testat mendoni tani. Dhe Moldavia na parakalon tani. Dhe Moldavia na parakalon tani.
Të qofim, në qofë se Rama do vazhdoj me ato kapricën e tij dhe me atë qeverisjen si mbretëri kryeministrore, ose do t'i buajnë shqiptar. Unë nuk jam nga ta ekonomist që them putja në be është mrekulli, ose është një bankomat që ne do mbulohemi nga fondet e BE-s, siç ata mbuluan Greqinë, Portugalinë, Spanjën në 81-86 për të shkëputur nga qeverisja diktatoriale. Ne nuk e kemi këtë risk, kështu që mund ta lënë në pritje sa të duan ata. Dhe kosto do t'i pagojnë shqiptarët, sepse para i pagojnë talentet. Ne s'kemi talente, shqiptarët arsimohen jashtë Shqipërisë, edhe ata që kanë talente i marrin Bashkimit Bashkimit Evropian. Tani ka filluar të marrin ekraun e punës, sepse vetëm Gjermania ka mungesë të fuqinë punëtore, me studimet për anqëllimi 26%. Ka ujë për të marrë njerëz. Nëse ne e lëmë Shqipërinë jashtë BE-s, u themi një dhe ta diskeni ik gjeni mundësi që i meritoni në BE dhe këtu letë pastaj dhe të mbetet sa të mbetet. Unë jam shumë i shqetësuar me tendencat egoiste ose influenca për ta bllokuar Shqipërinë të ecë në rrugën e integrimit evropian. Është shumë Ku i lexon i dashur Arben, ku i lexon këto tendenca? Se sigurisht ne jemi mësuar të dëgjojmë nga kryeministri, pavarësisht se kishte atu sine qua non në fushatën e 11 majit se integrimi ishte karta e tij kryesore dhe për të luftonte, po kemi mësuar të flasim për armiq të dytë, të tretë, tercare kështu me radhë. Por realisht, çfarë tendencash e bllokojnë? Çfarë e detyron